Pak momente përpara se sa të fillojë ndeshja miqësore midis ekipit të kombëtar të Shqipërisë dhe Jordanisë, ambientet përreth stadiumit Air Albania janë kthyer në një ambient të festiv nga tifozëria e shumë, të cilët kanë mbërritur këtu nga të gjitha trojet shqiptare. Në këtë mënyrë tifozët shqiptar të ardhur nga të gjitha trojet shqiptare janë përgjigjur thirrjes së trajnerit Silvinho dhe mbrojtësit Lisman Sake, të cilët i bën thirrje tifozërisë shqiptare që të vinë në këtë takim, jo vetëm për të mbështetur ekipin ton kombëtar në ndeshjen miqësore me Jordaninë, por edhe për të festuar fitoren ndaj Serbisë. Kjo ishte situata festive në ambientet jashtë stadiumit Air Albania, ndërkohë që tifozë të shumt i drejtoheshin stadiumit për të ndjekur ndeshjen miqësore midis Shqipërisë dhe Jordanisë. Tifozët shprehen optimist se edhe kjo ndeshje do të përfundojë me fitoren e përfaqësuesës tonë. Atëherë të shoh bashku me shoqërinë tënde keni ardhur për të ndjekur kombëtaren e Shqipërisë, edhe pse kjo është një ndeshje miqësore me Jordaninë, por trajneri Silvinho një ditë më parë i bëri thirrje tifozërisë shqiptare në gjithë trojet shqiptare që të vinë jo vetëm për të përkrahur Shqipërinë në këtë ndeshje miqësore, por edhe për të festuar fitoren ndaj Serbisë. Kush është mendimi juaj? Pikërisht ajo është, domethënë pas fitores që ne bëm në Serbi? Në Serbi, erdhëm për të festuar, për përkrahur kombëtaren, pa ndonjë dallim, thjesht për të përkrahur kombëtaren si shtetat të Shqipërisë për këtë moment që është i bukur mendoj. Si e mendoni? Bukuria e këtij momenti është që Shqipëria ka shumë shpresa tashmë të shkojë edhe në botror. Në Europian kemi marrë pjesë një. Po, kjo është qëllimi, domethënë që ne të ecim avash avash me ëndrrën për të marrë pjesë në botror. Të shohës tifoz të flaktë ke marrë pjesë në të gjitha ndeshjet e kombëtarës këtu në Air Albania? Pothuajse 90% rasteve po, e kanë përkrahur me aq mundësi sa kanë pasur. Kam marrë pjesë. Nëse Shqipëria do të kualifikohet në botrorin 2026, ti do jesh ndër tifozët e parë do ta ndjekësh? Megjithëse është pak larg? Është pak larg ëndra amerikane, po nuk e di, aty është shumë larg, po besoj do ta ndjekim me zemër, me flamur kudo që jemi. Të falenderoj shumë dhe për atë dashurinë që paraqet. Faleminderit. Ndeshja sotme është miqësore. Silvinho ka bërë thirrje që të vinë të përkrahin kombëtaren shqiptare, por kundër Jordanisë, por edhe të festojnë fitoren ndaj Serbisë. Është ky shkaku që ju solli stadiumin sot? Po, sotherën ka stilet për këtë nga që fitum, u emocionum shumë, domethënë. Merrni pjesë në atë kategori tifozat që e keni ndjekur kombëtaren të gjitha ndeshjet më vonë? Po, ne ishim në Gjermani para 4 ditësh, e pam atje ishin nga të gjithë shqiptarët në një lokal, u bë shumë bukur.